Fundjava në Vlorë vijon të jetë turistëve vendas dhe të huaj, ndërsa në preferencat e tyre mbetet kryesisht manastiri Zvërnecit, në një ditë kur moti të ofron mundësinë për një ditë ndryshe, vizita në manastir shihet si një aventurë e bukur drejt vendeve tërheqëse për vetpamjen apo historinë. Të ardhur kryesisht nga Tirana apo dhe rrethet të vendit, ku nuk mungojnë dhe të huajt që gjatë një dite në Vlorë të zgjedhin dhe manastirin për ta vizituar. Të huajt nga Franca, ndërsa shqiptarët janë të moshave të ndryshme, shumë prej tyre për herë të parë e cilësojnë zonën nga më të bukurat. Kjo dhe për shkak të ndërthurjes që ofron natyra me historinë. Vetë ata shprehen se kanë gjetur dhe po vizitojnë një ambient për të cilin kishin dëgjuar shumë të flitej, ndërsa sot kanë zgjedhur ta vizitojnë. From France. From France? Yeah. Jam nga Franca, po udhëtojmë në Europë prej disa kohësh, jam me familjen dhe kemi zgjedhur Vlorën, ndërsa sot jemi në manastirin e Zvërnecit. Është hera e parë në Shqipëri dhe këtu në Vlorë. Pamja është fantastike, sheh lagunën, detin, kodrat, ndërsa ka dhe shumë shpend, dhe pak më tutje është manastiri. Sheh lagunën, detin, kodrat, ndërsa ka dhe shumë shpend, ndërkohë që pak më tutje syri të sheh dhe kishën. Ofrohet gjithçka e mundshme për një ditë ndryshe. Më vonë do të vizitojmë dhe qytetin. Dhe besoj se në Vlorë do të qëndrojmë për rreth një javë. And the difference between sea and lake, it's really beautiful. Yes. Ouais, yes. Oui, je viens de France. Edhe unë jam nga Franca. Për Shqipërinë në fakt nuk ishim dëgjuar shumë, por jam e kënaqur që ne sot ndodhemi këtu. Klima është fantastike. Ndërsa këtu në Zvërnec kërkuam informacion dhe e gjetëm. Ndaj dhe kemi ardhur sot ta shohim nga afër. Është fantastike se si sa gjëra mund të bëhen bashkë, një eksperiencë e bukur, ndërsa do të shohim më pas dhe qytetin. E do të qëndrojmë disa ditë. Les sacs, poubelles, les plages un peu sales, tout ça, mais on aime beaucoup les Albanais. Nga Tirana në Vlorë? Po, më tepër për ekskursion. Nusja ka marrë t'jamën e vetë, unë ka marrë nënën time. Keni ardhur një herë tjetër në Zvërnec? Unë hera parë, nusja ka ardhur me agjenci. Unë erdha thosh, ta shoh hirë se kisha pak te pjesën e urës e kështu. Më thosh më tepër kjo kurioziteti më shtiu. Si po duket tani? Deri tash pikturë shumë bukur. Do qëndroni në Vlorë apo do riktheheni se? Patjetër do futemi në Vlorë, do bëjmë xhiro në Vlorë, do dalim në Lugomare, se nëna ka qef edhe ta shikoj edhe pjesën e Vlorës. Tash këta janë të vjetra, edhe më tepër për. Ke ardhur tjetër në Zvërnec këtu? Jo, është hera parë. Kishe dëgjuar më parë? E kisha dëgjuar, po s'kisha ardhur. Si po duket në hapat e parë që Shumë vend i bukur. Nga jeti? Unë jam nga Tirana, me origjinë nga Saranda. Elena. Nga jeti? Unë jam nga Tirana. Ke ardhur Sa vjeç jeti Elena? Unë jam 8 vjeçe. Me kë ke ardhur sot këtu te manastiri? Kam ardhur me nënën, me gjyshin, edhe me prindrit edhe me motrën. Të sollën ata apo u theti më çoni në Vlorë? Po, ato më sollën, por jam e lumtur që erdha se është vend shumë e bukur. Kështu mjafton një ditë me diell dhe fundjava rrit numrin e turistëve vendas apo të huaj në Vlorë dhe kryesisht manastiri i Zvërnecit vijon të mbetet një nga destinacionet më shumë të vizituara gjatë 2 viteve të fundit. Kjo referuar statistikave, aty ku turistët kanë qenë të shumt, vendas apo të huaj.